Bypassi Tiranës, një nga veprat më të mëdha infrastrukturore që po ndërtohen aktualisht, po ecën me ritme të kënaqshme. Kështu u shpreh ministri i infrastrukturës Enea Karakaçi, shoqëruar nga kreu i autoritetit rrugor gjatë një inspektimi. Siç edhe thash, punimet të vijnë mjaft mirë. Kjo është një kontratë që është lidhur në shtator të vitit të shkuar. Afatet janë 24 mujore. Ne këtu nuk presim të kemi surpriza, kështu që mbyllet do të jetë në afat ose edhe më përpara, nëse edhe si thosh kushtet atmosferike. Autoriteti rrugor po vijon negociatat për fazën tjetër të projektit, e cila do të bëjë të mundur që të gjithë fshatrat e zonës të kenë akses në këtë aks. Ne presim të hedhin për procedurën për fazën 3, që është ajo që ka rrugët të lidhëse, pra rrugët kryesore që bëjnë ndërlidhjen e gjithë fshatrave që preken nga ky bypass, por dhe vetë lidhjen e bypassit me rrugën kryesore, pra ato të autostradës, por dhe pjesën fundore që lidhet me kombinatin aktualisht. Ndërkohë, ministri i infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi bëri të ditur se qeveria është në negociata me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për sigurimin e financimit të pjesës tjetër të projektit. Siç e thamë, është vetëm 8 kilometër që i parami i bypassit, ndërkohë pjesa mbetur rreth 13 kilometër ne jemi në fazën përmbyllëse me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për të financuar pjesën e mbetur të bypassit. Në total punimet janë shtrirë në rreth 9 kilometra rrugë, ndërkohë që kanë mbetur edhe 12 kilometra të tjera për nisjen e punimeve. Bypassi Tiranës nis nga zona Kasharit pranë autostradës Tiranë-Durrës dhe përfundon në Mullet ku lidhet me aksin Tiranë-Elbasan. Pas përfundimit, ky aks pritet të shërbejë si një alternativë kryesore për automjetet që nuk kanë si destinacion qendrën e Tiranës, duke lehtësuar trafikun në kryeqytet.